O zotri, e diti Nuk është vetëm kaq, lufta e madhe që bëhet. Vetmi europian që ka hyrë ke zona e Trumpit, ke zyra Trumpit dhe ka bë Barsaleta dhe Gallat me Trumpin, e di kush është? Infantino. Çfarë them të? Trumpi s'pranon asnjë, duke gjithë europianët, çdo lider i Europës duket si socialist. Do të hiqeni komunistët thotë ai. I thot Macronit, i thot gjithëve, në bot kuptimin e tij këta janë komunistë. Lëm botën mbrapa, mbajnë administratë fryra, hiqeni këta, duhet efikasitet. 1 2 3 4 ec. Ky hyri brenda, çfarë the? Forca e futbollit është e jashtëzakonshme. Infantino shkoi atje se do luajë botrori, dhuroi topin. Ai këtë gjë e bëri. Para 6 vjetësh e bëri me Putinin, këtë gjë bani mot pa letë që bëri me Putinin. Pra do të them, koka e mafjes botrore është futbolli. Në 78-ën, kur Argentina ishte me 1 milion halve, e diti kush e hoqi lagun nga fytyrë i Argentinës? Botrore, fitoria. Avelanxhi që çoi futbollin atje. Aty vriteshin në përbodrume rini pafund në Argentinë, desaparecidos, histori e frikshme. Po, është vërtet, po. E kapitalistët e ndyrë të botës i dhan Argentinës kupën e botës. U harru gjithçka, nuk flitesh asnjë për situatë. Nuk u vran ato ditë. S'u vran ato ditë fillon hallet nesër. Jo, ato ditë në përbodrume, ato ditë në përbodrume është Bornami, ato ditë atë muaj 78-ën. I ti mbanë pastaj lëvizje që dilin gratë kërkonin fëmijët e tyre ishin zhdukur, kishin dhënë nga avionët. Se kujtove një ide të bukur manush. Çfarë do të them? Do të them që organizatat që drejtojnë futbollin nuk janë shenjtore. Neve ato luajnë me një ndjenjë të fortë se futbolli është gjë më e bukur që ne kemi. Po kene si futën do tentakulat, se në atë kohë në komitet ishte edhe njësi me Bushati. Pra kishte një lloj barazie, merre një opinion, një gjë. Sot s'ka, sot më i forti, vo ligjin, mirupafshim.